kompani holandeze, okej. Edhe aty do më thonë, kam ndërmarrje një 1.300 njerëz, një $400 milion. Brenda vitit? Brenda vitit. Okej. Edhe shkon dita shumë shpejt edhe krejt ndryshe, do më thonë, prej nadjes si kisha, edhe prej ecjes si kisha në punë. Edhe ik shumë shpejt, do më thonë, edhe atëherë kur kthehem në shtëpi, prap eci nëpër pyll. Prap shkon duke ecur në shtëpi, nuk përdor bicikletën si në Shkodër për shembull. Jo, se është edhe afër, edhe më pëlqen me ecë, do më thonë, se atëherë me bicikletë, ja. Edhe vin shtëpi edhe zakonisht flasim për ditën me burrin, edhe fillojmë ashtu të bë me hangër, të marr vezë prej pulave. Kena bëjmë një 15 vezë gjatë ditës, do të thonë, atëherë duhet me i prumren, duhet me allon kushive, duhet me bë ata pazarin e vezëve, do të thonë. Edhe kena një kopsht të vogël, edhe ishte, do të thonë. Veç pula kja, po edhe kafshë tjera? Veç pula kena tonat, edhe një qenë edhe një micë shtëpiake, po kena shumë kafshë si na vinë për çdo ditë, do të thonë, si dhelpnen, si... Dhelp pra, rrezik pulat. Po, shumë rrezik. Si ari, si kete. Pa 3 ari ju kishin hyrë në shtëpinë Prizren këtu në Hoxh qytetit. Okej. Si zogj, na vinë... Po pse ke vendos me jetu në atë shtëpi të malit atje? Çfarë historie fshihet pas kësaj shtëpie të pyllit? Me të drejtën ishte kur jetume në New York, në qytet, do të thonë, na u baj fije jeta shumë angazhume me njerëz, me vetura, me metro, me trena. Edhe shku me rreth rrotone për fshata për me gjetë një shtëpi ideale për ne, do të thonë, me kriju familjen tonë. Edhe gjetë me shumë shtëpi nëpër fusha, po na pëlqej shtëpia në pyll, do të thonë, se janë pemt shumë më gjata se sa shtëpia, dhe s'kena nevojë as për me vu gjanë pëgjire, se janë gjethet e pemve. Çka është shtëpia për ty? Si ma përkufizon? Shtëpia është njenja si ke, si e ban... Njenja si? Po, njenja si ke, si duket zemra, shpirti, rahat, të më thonë, mënyrën se si ti, si ban punt, si han, si pret njerëzit, edhe sa të mungon kur nuk i afër saj, të më thonë. Okej, po të mungon? Po. Po të mungon ajo atje. Çfarë nuk blen dot parat, sepse the që je në financa ti. Çfarë nuk blen me pare? Thjeshtësinë. Thjeshtësinë. Thjeshtësinë e jetës, do të thonë. Parja komplikon gjanat, se sa më shumë punosh, aq më shumë merr, edhe aq më shumë e vën vedin e angazhon për me ble më shumë, ose për me orientu me më shumë non-financiare. Por për mu nuk kam arrit për me kene gzumer për a gjatë, më thonë, më shumë kam arrit për atë kopshtin të më të vogël edhe gjanat normale si i bajnë për shtëpi, më thonë, si më japin shumë më shumë lumturi. Tani, Amerika është një vend i ëndrave, ajo që ta plotëson atë American Dream. E brenda Amerikës është New Yorku, qendra ku të gjithë duan të shkojnë, të jetojnë të ato rokaqiet aty, të ajo zhurma e qytetit, ajo mundësia për të bërë milionere të gjitha. Po ti, duke jetuar atje, ke shku në mal. Pse? Çfarë momenti erdhi që ti dhe bashkëshorët ty të thatë, oke, po ikim, po heqim dorë nga civilizimi, po të mund kështu. Në është edhe mosha, Resul. Oke, faktori rëndësishëm. Kur kam kenë marri, se kam pas atë menim, por edhe erdhi një kohë për ne, dhe më thonë, si thame, mjaft është mjaft.
Edhe kur i bën disa gjana të tjetë, më thonë, si thu, a din sa du me ba pare kaq, edhe e ban, ose a din qarë punë du me pa, se ban edhe atë, më thonë, atëherë fillon njëri të mos mi pa këta gjanat si piramid, edhe këthen piramidën në tjetër, më thonë, edhe thotë, okej, tash si jam këto, edhe i ban ato detyrat, si Milanin print, si Milanin familja, si Alashën vedit, si Mila burri, edhe kur i plotëson, ose kur dukesh si kur se je gati për me i plotësu, atëherë thu mjaft, ose i thashën. Ashtë një këthim të vetvetja? Ja. Kështu ndo. Po. E kemi një fotografi këtu.